Me emër të Allahut, mëshirues dhe përdlimtar i madh. Vetohem në atë kuaj që vrapojnë duke djathur. Betohem për ata, kuaj që vrapojnë fërishën duke djathur. Me forcë dhe me thundrat e tyre shkrepetin xixa për ata. Kuaj që vërsulen herët në agim, duke quar pluhurin për pjetë dhe duke qarë përmestumes. Sa armikot, Allahu i lartësuar betohet në kuajt, në këto krijesat e mrekullueshme dhe aq të çmuara për njerëzit, për cilësitë e veçanta që ka. Allahu betohet edhe për gjendjet në për të cilat kuajt kalojnë, ndryshe nga kafshët e tjera. Kuajt vrapojnë fërishën dhe gjatë këtij vrapimi ata hinglin. Kur me thundrat dhe potkonjt e tyre të fortë shkelin në përkur, ata nxjerrin xixëllima. Kuajt, me luftëtarët sipër tyre, lëshohen si shigjet në mes të turmës së armikut. Këto momente dhe veprime janë ato me të cilat betohet Allahu i lartësuar. Ndërsa shkaku i betimit tregohet me poshtë, kur i lartësuar i thot, e çeçesin xixa nga thundrat e tyre. U tefsiru sure El Adiyat ajet 1 dhe sumojnë armikun në mëngjes. U tefsiru sure El Adiyat ajet 1 dhe natë rast shojnë pluhur. U tefsiru sure El Adiyat ajet 1 dhe cilët futen në radhët e armikut. U tefsiru sure El Adiyat ajet 1 me të vërtet, njeriu është jo mirënjohës ndaj Zotit e vet. Me të vërtet, njeriu është mos mirënjohës ndaj Zotit. Njeriu nuk shpreh mirënjohje ndaj Zotit për mirësitë që ai ka dhënë. Për nga natyra e tij, ai nuk e dëshiron shpenzimin dhe nuk pranon që t'i plotësojë detyrimet e tij plotësisht. Ai është përtac dhe kopras që gjithmonë përpiqet të bëjë bish detyrimeve pasurore apo trupore, me të cilat është ngarkuar. Këtu bëjnë përjashtim ata që Zoti i ka udhëzuar dhe i ka pastruar nga të tilla cilësitë e keqia. Dhe ai, me të vërtetë, për këtë është i vetëdijshëm. Dhe këtë ai e dëshmon edhe vetë, me veprat e tij, cilët i referohet për emri vetor ai. Mundësit janë 1. Ai është njeriu. Në këtë rast, kuptimi i ajetit është, për këtë mos mirënjohja edhe vetë njeriu është dëshmues dhe nuk e mohon një fakt të tillë. Kjo është një çështje e dukshme dhe e pamohueshme, që çdo kush mund ta vërej. Ai është Allahu. Kështu, kuptimi i ajetit del, për këtë mos mirënjohja është Allahu dëshmitar. Ky është një kërcënim i ashpër dhe i rënd për ata që tregohen mos mirënjohës ndaj mirësive të Zotit dhe mos përfillës ndaj detyrimeve dhe përgjegjësie karshi tij. Allahu është dëshmitari i këtyre veprave dhe çdo kujt do t'i jap shpërblimin e merituar. Dhe ai është lakmuesi i madh i pasurisë. Ai e dëshiron shumë pasurinë. Dashuria e njeriu për pasuri është shumë e fortë. Është pikërisht kjo dëshirë e papërmbajtur që e bën atë të shpërfillë detyrimet dhe përgjegjësinë ndaj Zotit. Kështu ai jep përparësi plotësimit të dëshirave të vetes kundrejt të drejtave të Zotit të tij. Kjo ndodh për shkak se ai është dritë shkurtër dhe i lidhur ngushtë vetëm me këtë dynja, duke qenë i pavëmendshëm ndaj ahiretit. Prandaj Allahu i lartësuar, për të nxitur te robi frikën për ditën e llogarisë, thot: vallë, a nuk e di ai njeriu kur do të përzihen ringjallën ata që gjenden në varreza? A nuk e di ai se kur të nxihet jashtë ajo që fshihet në varre dhe kur të dalin në shesh ato që fshihen në kraharor? Le të kujtojnë këta të mashtruar se do të vi dita kur të gjithë të vdekurit do të dalin nga varret e tyre, do të ringjallen dhe do të tubohen para Zotit për t'u llogaritur me drejtësi. Aty do të shfaqet që shazi çdo gjë që fshihet brenda gjokseve të tyre, e mirë apo e keqe qoftë, dhe të gjithë do të shijojnë frytet e veprave të tyre. Dhe kur të dalin në shesh ajo që është në zemra e mira dhe e keqja. U tefsiru sure El Adiyat ajet 9. Zoti i tyre, me siguri, atë ditë do të di çdo gjë për ta. Atë ditë, Zoti i tyre i di hollësisht. E do t'i gjykoj për veprat e tyre? Allahu i lartësuar është i gjithditur për të gjitha veprat e robërve, të fshehta apo të shfaqura, të vogla apo të mëdha qofshin, dhe ai ka për t'i shpërblyer ata me drejtësi. Ai është i gjithditur jo vetëm atë ditë, por në të gjitha ditët, por ky veçim është bërë për të treguar se krijesat do të shpërblehen për çdo vepër të kryer. Ajo është dita e llogarisë nga i gjithdituri.